Duke komentuar zhvillimet e fundit në arenën ndërkombëtare dhe shpërtimin e luftës Izrael-Iran, eksperti i sigurisë Drizan Shala ka thënë se pas zhvillimeve dramatike në frontin e Ukrainës dhe përshkallëzimit të konfliktit rajonal nëpërmjet Izraelit dhe Iranit, është krijuar një realitet i ri gjeostrategjik që kërkon vëmendje të posaçme edhe për rajonin tonë. E quajtur shpesh fuqia e barutit të Europës, Ballkani po hyn sërish në një cikël potencial të rrezikshëm, i cili mund të instrumentalizohet nga aktorë të jashtëm, në veçanti Federata Ruse, për qëllimet e saj strategjike. Në një kohë kur SBA-ja dhe BE-ja janë thellësisht të angazhuara në dy skena madhore të krizës globale, Ukrainë-Rusi dhe Izrael-Iran, krijohet një vakum i rrezikshëm i vëmendjes ndërkombëtare mbi Ballkanin Perëndimor, është shprehur Shala. Si sot ai, ky vakum historikisht është shfrytëzuar nga Rusia si një dritare e artë për të prodhuar tensione hibride, trazira të kontrolluara dhe ndarje të reja në kufijin politik dhe etnik të rajonit. Rusia nuk e sheh më Ballkanin thjesht si zonë interesash tradicionale panslaviste, por edhe si një mjet taktik për të diversifikuar presionin kundër perëndimit dhe për të testuar reagimet e aleancës transatlantike. Në këtë kuptim, Serbia përfaqëson mjetin kryesor operativ të Rusisë në rajon me një aparat të sofistikuar politik, inteligjent dhe informativ, që është thellësisht influencuar nga qendra e vendimmarrjes së Moskës, është shprehur Shala. Qytetarët e Kosovës, por edhe institucionet e saj të sigurisë duhet të jenë jashtëzakonisht vigjilent në këtë fazë të ndjeshme, sepse provokimet në veri, nxitja e konfliktit ndëretnik, apo përpjekjet për të ndërtuar narrativën e viktimës nga strukturat serbe ilegale, janë vetëm fillimi i një strategjie më të gjerë destabilizuese, ka shtuar Shala. Mëtej ai thotë se Republika Srpska është kthyer në një bastion të ndikimit rus. Ne po shohim një aktivizim të fuqishëm të rrjedhjeve ruse nëpërmjet kishës ortodokse, mediave propagandistike, grupeve civileve të maskuara dhe qendrat kulturore proruse në Beograd, Banja Luka dhe Gjetk, të cilat po përgatisin terrenin për tensione të reja. Në mënyrë të veçantë, Republika Srpska është kthyer në një bastion të ndikimit rus. Kullëesit lokal në ndikimin e drejtpërdrejtë të Moskës po artikulojnë hapur idenë e shkëputjes, duke kërcënuar integritetin e Bosnjës dhe më gjerë stabilitetin e rajonit, ka shpjeguar Sala, sipas të cilit Kosova mbetet saku kryesor. Ndërkohë Kosova mbetet objektivi kryesor për shkak të rëndësisë së saj gjeopolitike si një histori suksesi i Aleancës Perëndimore në zemër të Ballkanit. Një destabilizim në veri të Kosovës do të përbënte një humbje serioze për NATO-n, BE-n dhe SBA-n, dhe pikërisht për këtë arsye, Rusia është e interesuar që ta minojë këtë realitet politik dhe të ringjallë narrativat e konfliktit të ngrirë. Për në fund, Shala kërkon unitet në Kosovë, pastaj sipas tij, rreziku është real dhe afat shkurtër.